me muajin e qekis, patjetër që do e kemi pra Pragën edhe gjatë natës, do ju shpalosim jetën e natës të Pragës, këtë vend kaq të bukur. Jemi tani në sheshin e Pragës, ku jemi tek kjo ora astrologjike, Orloj, ku shumë afër, pra vetëm 5 hapa nga këtu e kemi restorantin në të cilin do të shkojmë sot. Do e vizitojmë pra pronarën e këtij restoranti Lorenci, i cili është nga Shqipëria, dhe do e shohim se çfarë do na thot ai për restorantin e tij, po ashtu edhe për Pragën. Ora astronomike e Pragës është një nga funksionet më interesante të saj. Ajo tregon jo vetëm kohën toksore, por edhe kohën sipas sistemit të vjetër astrologjik dhe lëvizjeve të trupave qiellor. Ajo tregon pra përmes diskut blu të artë, tregon pozicionin e diellit dhe të hënës në përshenjat astrologjike, gjithashtu kohën e lindjes dhe perëndimit të diellit dhe ndarjen e ditës sipas orëve të pabarabarta mes lindjes dhe perëndimit. Të njëjta si ora bohemiane dhe ora e vjetër. Në thelb, ora astrologjike e Orloj është ajo që tregon pozicionimin e diellit në astrologji dhe kohën astrologjike të ditës, duke i dhënë orës funksionin e saj e një horoskopi vizual mekanik.